Po, gjithsesi, drita fillon mëngjes, prej orës 8 me në organizimin e punëve që i kam punëtorët në ranç, që kujdesin ndaj kazhve, pastaj përcjelljen, organizimin e punëve të tjera, qoftë investive, qoftë mirëmbajtjes, dhe shpeshherë nuk arrim, nuk del dita se sa punë dhe angazhime që kemi. E të jesh një kryefermer nuk është diçka e lehtë, një detyrë me plot angazhim me gjithë këtë fermë, ai nuk do të mund ta drejtonte pa ndihmën e punëtorëve të tjerë që përkujdesin për kafshët aty. Janë një numër i punëtorëve të cilët angazhohen në kujdesin e tyre, qoftë nga ushqimi, pastrimi, mirëmbajtja e ambientit, mirëmbajtja e kuajve, po dhe kafshëve të tjera që janë në rançin tonë. Pastaj trajnimi, kalerimi, gjitha janë që ngorthehen në vetvete për rreth funksionimit sa më të mirë dhe mirëmbajtjes, qoftë edhe shëndetësore, edhe pastërtisë, që angazhohen punëtorët me përkushtim, normal që edhe me angazhimin që bëjmë edhe na vetë në organizimin e këtyre punëve ditore. Jetoni nis tregon më shumë rreth kafshëve, ku kuajt i cilëson më shumë se kafsh, delet si një shpirt i harreshëm i kësaj ferme, ndërsa lama të këndshme e të cilat ngrisin kurreshtjen e vizitorëve. Kur flasim për to, ndoshta na specifikat tash po fillojmë me kuajt, na i pam edhe për nga afër. Çfarë lloj racash janë, çfarë karakteristikash kanë, ose edhe keni emëruar edhe me emra, tregona pak më shumë rreth tyre. Po na këtu i kemi kryesisht kuajt të racës arabe, shohemi si ranç me numrin më të madh të kuajve të racës arabe në Kosovë, që kryesisht i kemi prunë nga shtetet e Evropës, pjesë më të madhe nga Belgjika, ku është një vend që dallohet dhe shohet për kuajt të racës arabe, nga Austria. Këta gjithë që i kemi këtu janë të regjistruar, kam pedigre, ne i kemi të regjistruar në Austri, sepse Kosova fatkeqësisht nuk ka federatë kuajve arab, dash e pa dash na është dash atje me i regjistru, kanë gjithë pasaporta, dokumentacion të rregullt, dhe po dhe të vegjël që lindin këtu, edhe ata i regjistrojmë, mostrat i çojmë, i dërgojmë atje në Austri, dhe pastaj ata i rregullojnë pasaportat për secilin kali. Ne këtë çështje kemi të rregulluar mirë, por fatkeqësisht që se kemi në Kosovë, por kemi në një shtet tjetër, se nuk ka pas mundësi që të bëhet Kosovë, edhe përkundër përpjekjeve që i kemi pas që të bëhet një gjë e tillë edhe në Kosovë, sepse kanë filluar të tjerë me pas kuajt të racës arabe. Ne përveç asaj edhe këtu i kultivojmë, që po e veçanta e këtyre është shëndrueshmëria dhe bukuria që kanë dallohen kuajt të racës arabe, por edhe me pedigre, këta e kam pedigren familjare, trungu, si të themi ndoshta trungu familjar, që dihet familja prej çfarë linije është e kuajve, ata që marrin vesh në këtë fushë, sigurisht e dinë se çka po themi edhe ne. Këtu pastaj ne i përgatisim, qoftë për show, për bukuri, për kalerim, edhe mirëmbajtja normal që donë përkushtim, ashtu kemi edhe shkollën e kalerimit, po atësoj që njerëzit vinë edhe trajnohen se si duhet të kujdesen për mirëmbajtjen e tyre, edhe për mirëmbajtjen, përgatitjen dhe kalerimin në natyrë.